Agip Xhaka ka dhënë dorëheqjen nga pozita e kryetarit të degës së Partisë Demokratike të Kosovës në Zvicër. Xhaka deklaroi se zgjedhjet e fundit janë një moment reflektimi për këtë parti. Ato kërkojnë analizë të qetë, përgjegjësi kolektive dhe angazhim të shtuar për të forcuar strukturat tona dhe për të përgatitur më mirë për sfidat që na presin, deklaroi Xhaka. Ai theksoi se do të vazhdojë të mbetet antar i PDK-s. Dua ta theksoj qartë, dhe pas një dilemë, unë do të mbetem gjithmonë antar besnik i Partisë Demokratike të Kosovës, partisë të themeluar mbi sakrificën dhe vizionin e Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit, partisë që e dha Kosovës lirinë dhe shtetin, shtoi ai. Babai i futbollistëve Taulan dhe Granit Xhaka falenderoi kryetarin aktual Bedri Hamza dhe ish kryetarin Memli Krasniqi, e po ashtu edhe kryetarin e komisionit për Mëgatën, Elmir Reçiça. Bedri Hamza, për punën dhe angazhimin e tij në një periudhë sfiduese për partinë si dhe për ish kryetarin zotin Memli Krasniqi për kontributin dhe udhëheqjen e tij me dinjitet në shërbim të PDK-s dhe vendit, theksoi ai. Po ashtu falenderoi kryetarin e komisionit për Mëgatin, zotin Elmir Reçiça, për bashkëpunimin korrekt dhe angazhimin në procesin e riorganizimit dhe forcimit të degës së PDK-s në Zvicër. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka numëruar tashmë 100% të vendvotimeve nga zgjedhjet e së dielës të 28 dhjetorit. Numërimi për votat e kandidatëve është në proces e sipër. Në faqen e KQZ-s, ku publikohen rezultatet e të gjitha partive dhe kandidatëve, deri më tani figuron se janë numëruar 32.58% e këtyre votave. Kësaj nga lëvizja vetëvendosje që doli e para në këto zgjedhje, prin lideri i kësaj partie Albin Kurti, i cili përcillet nga Glauk Konjufca, e në vend të tretë renditet Albulena Haxhiu. Në vijim, gjeni listën me 10 kandidatët nga 4 partitë kryesore. Lëvizja vetëvendosje Albin Kurti 110.514 vota, Glauk Konjufca 86.000 e 82 vota, Albulena Haxhiu 44.609 vota dhe i katërti Hekuran Murati 44.000 vota. Në vijim, Donika Gërvalla Zhvarc 39.117 vota, Xhelal Zveçla 35.792 vota, Ajrullah Çeku 32.945 vota, Avni Dehari 29.290 vota. Në vendin e 9, Mimoza Kusari Lila 27.259 vota, Eyüp Maqedonsi 25.254 vota. Lista me 10 kandidatët më të votuar deri në këto momente nga Partia Demokratike e Kosovës. Në vendin e parë, Bedri Hamza 51.710 vota. Në vendin e dytë renditet Arjan Tahiri 24.943 vota. Në vendin e tretë Përparin Gruda 23.440 vota. Në vendin e katërt Uran Ismaili 17.877 vota. Në vendin e pestë Sala Jashari 16.879 vota. Vlora Qitaku 14.503 vota. Në vendin e shtatë Arben Mustafa 12.749 vota. Në vendin e tetë Enver Hoxhaj 11.825 vota. Në vendin e nëntë Rahman Ramaj 8.530 vota. Në vendin e 10 Ganimete Musliu 9.278 vota. Lista e Lidhjes Demokratike të Kosovës me 10 kandidatët më të votuar deri më tani. Në vendin e parë renditet Lumira Bixhiku 23.899 vota. Në vendin e dytë Ykmete Bajrami 15.305 vota. Në vendin e tretë Ukru Bova 13.408 vota. Në vendin e katërt Avdullah Hoti 11.808 vota. Doar Sakica Xhelili 11.767 vota. Në vendin e 6 Kujtim Shala 10.362 vota. Në vendin e 7 Anton Çuni 8.421 vota. Në vendin e 8 Armend Zemaj 8.056 vota. Në vendin e 9 Lutfi Haziri 7.060 vota. Dhe në vendin e 10 Janina Ymeri 5.692 vota. Ndërkohë, kreuja AKS Ramush Haradinaj ka marrë deri tani 12.023 vota, ndërsa vëllai i tij, Daud Haradinaj, renditet i dyti në listën e AKS me 7.285 vota dhe Besnik Tahiri në vendin e tretë me 7.185 vota.